Doja ta kërkoja këtë për një bisedë, për t'u sqaruar me njëri tjetrin, po t'i the do jetë Gimbo në këtë çështje. Gimbo mua s'm intereson fare që unë të bisedoj me ty. Nuk e ti rasti fatkeqësisht. Po e di marr, po vjen shumë keq, po nuk e ti rasti. Në rregull, tani mund të jap një mendim për tipin që pa. Ato që më akuzojnë mua ti duhet dilën në krahun tim. Po si fillim një herë, po e filloj nga fakti që nuk çuditem shumë nga akuzat e Mirit, sepse duke qëndruar me një burr si Rogerti që më ka akuzuar që ti ke sugar daddy dhe ke marrëdhënie me burra të moshës së madhe. O Miri, nuk do, nëse do mbi vendosësh me mua, nuk del mirë. Del mirë as kur e ke kontatë dhe s'di të argumentosh. Nuk del mirë as kur mbi vendosesh. Okej, mbaroje po pse më pyetën mua? Po të bëj një pyetje. Pse më pyetën mua? Se më ke thënë, kam dëgjuar të gjithë këta këtu, që të akuzojnë për këtë gjë. Ti ke thënë Miri dashur. Për të bazuar mendimin tim. Edhe unë kam dëgjuar shumë banor tu dhe po të pyes. Edhe unë po të them, fatkeqësisht përgjigjja ime është jo. Tani ta vazhdoj pak mendimin tim. E di që s'le vergjis po më lejo ta mbaroj. Në kohën që unë me Miri kemi pasur marrëdhënie korrekte, për të gjitha akuzat që janë hedhur Mirit për këtë marrëdhënie, ka qenë Selina ajo që është munduar të japë përgjigje dhe të vendos ka pak situatave, duke filluar që nga i çesti, te prekjet nën krevat, te fërkimet, te dalja e Mirit, gjithmonë ka qenë Selina ajo që e ka mbrojtur Mirin.